Kjo është tradita e vjetër e festës së kolendrave, festë e cila lajmëron ardhin e Krishtlindjes dhe uron për begati në vitin pasardhës. Fëmijët trokasin në përdyer, duke kënduar një këngë të vjetër dhe kur dera hapet, fëmijëve u jepen dhurata. Edmira Tërpo dhe Vali Cukali janë banore të Rehovës, që dikur dilnin si këta fëmijë, ndërsa sot hapin dyert e tyre kur kujtojnë si festohej dikur. Kemi dalë kur kemi qenë të vogla me çupa me djem. Në çdo shtëpi kishim me një xhole, i thosnin me që u pinin djemtë, edhe në çdo shtëpi vinin, kush jepte fruta, kush jepte në biskotë, ku laçe bënin, për miqtë e kishin me grurë, ndërsa për të tjerët për misri, beshin kuleç të vegjël. Po kalonim shumë mirë. Po, deri në 67-ën. Pas 67-ën nuk bëjmë kështu. Unë jam çup fshati këtu. Edhe e kujtojmë me shumë nostalgji këtë. Se ishim të tërë shumë fëmijë këtu, edhe kjo mallaton kishte çupa dhe djem jashtë mase. Edhe këtu ka qenë një bodrum. Po ta shikosh, kjo është e vitit 1890 kështu. Oj, nuk e di. Kjo simbolizon lindjen e Krishtit. Nuk e di si. Domethënë kolendra në përgjithësi është themun, që trokasin që po vjen Jezu Krishti. Kjo të jetë, nuk gëzuar shëndete gjithë të mirat. Kolendrat janë një festë pagane popullore, edhe është festa më e vjetër që festohet në fshat. Është festuar vit pas viti nga fëmijët. Edhe ajo simbolizon ardhjen e Krishtlindjes së vitin e ri dhe njofton ardhjen e bukës së re. Ka si koncept përgatitjen e kulaçeve nga nënat dhe pastaj fëmijët trokasin me dy elemente, me xhole dhe me torba, dhe trokasin duke kënduar këngën karakteristike. Sot tradita vazhdon dhe ne duam që këtë të bëjmë, që ta shikojmë me një sy kritik, sepse po humbet dëshira, po humbet tradita nga brezi i ri. Dhe ne duam që me këtë festë sot, që u bërë në llojin e një performance, të arrijmë që këtu të vinë të gjithë fëmijët që kanë emigruar dhe ta festojnë, sepse kjo është një festë e bukur që na bashkon. Kolendrat festohen nga data 20 deri në datën 24 dhjetor në vigjilje të Krishtlindjes.